Me fillimin e muajit gusht ka nisur të rritet edhe fluksi udhëtarëve në hyrje dhe në dalje në pikat kufitare të qarkut të Korçës. Ne ndodhemi në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës, aty ku në varësi të fluksit, autoritetet kufitare alternojnë edhe sportelet për t'i shërbyer më mirë qytetarëve si në hyrje ashtu edhe në dalje të kësaj pike kufitare. Gjatë 24 orëve të fundit, në pikën e kalimit kufitar të Kapshticës janë regjistruar 5252 hyrje të shtetasve shqiptar dhe të huaj, si dhe 4658 persona të tjerë kanë zgjedhur të dalin nga Shqipëria drejt Greqisë. Për autoritetet kufitare, ky është një fluks ende i përballueshëm dhe i menaxhueshëm lehtësisht nga ana e palës shqiptare, si dhe asaj greke, ndërsa në ditët në vijim fluksi pritet të rritet edhe më tej. Duhet thënë se e ngarkuar është si hyrja në Republikën e Shqipërisë, ashtu edhe dalja prej saj, pasi bëhet fjalë për emigrantë të cilët kthehen nga vendet ku jetojnë e punojnë për të kaluar pushimet në Shqipëri, por edhe për të tjerë qytetarë që zgjedhin të pushojnë disa ditë në Greqi. Ne jemi nga Fumana, nga Kruja. Edhe erdhëm në Shqipëri për pushime dhe po shkojmë dhe në Greqi tani. Neve vim nga Franca, po shkojmë me pushime në Greqi. Kemi ndaluar rreth një javë, 10 ditë, dhe duam të dalim dhe Greqi, duam të shohim dhe plazhet e Greqisë. Ne vim nga Florina, shkojmë në Shqipëri. Gjithë Shqipëria është mirë të shkosh. Ne po shkojmë për kavaj. Ndërkohë fluks udhëtarësh dhe mjetesh ka pasur edhe në pikën e kalimit kufitar të Qafthanës, aty ku gjatë 24 orëve të fundit kanë hyrë në vendin ton 5321 shtetas dhe kanë dalë drejt Maqedonisë së Veriut 4799 shtetas të tjerë. Gjatë 4 ditëve të para të gushtit në Kapshticë janë përpunuar 37781 shtetas në hyrje dhe dalje të kësaj pike kufitare, ndërsa në të njëjtën periudhë në Qafthanë burimet zyrtare flasin për 42219 shtetas, të cilët kanë hyrë dhe kanë dalë nga kjo pike kalimit kufitar.